Të? Me i razën. Po, zotëri Laz, cili është problemi? Problemi është, ju kom dërgu edhe disa foto në lidhje me vijat e borda, zebrat, në lagjen tonë, edhe në përgjithësi, dhe me thonë edhe Prishtina si Prishtina, ma sidomos për na intereson për lagjat të. Po, për cilën lagje bëhet fjalë? Ka rruga Vlora, Rrugova, Daniel Defo, që lidhin shkollën Mirakovica. Më thonë, kur nas një zebër me kalu fëmijët, as kur kush, as një vijas, në çdo udhëkryq, as edhe një shenjë nuk ekziston. Pra, po flasim për disa rrugë që nuk kanë fare vend kalim për kombësor. Po. Këtë rrugë, që i ceka. Po. Rruga duke fillu nga rruga Rrugova, pastaj Vlora, pastaj Daniel Defo, lidhen me shkollën, dhe me thonë për rrugës kryesore magjistrales, absolutikisht kur një vi e bardh nuk është, nuk di ka qysh, Palestinë ka, në Bangladesh ka, kom këshyrë, kom hinë në internet, këtu në Prishtinë s'ka, nuk e di ka piqyrin aty pore tënët. As një shë trafikut, një aksident me pas dikush, nuk ka shë, nuk ka rrugë, do me thonë absolut sinjalistik, nuk ka absolut sëmë. Po, do t'jetë, zotëri Laz, një ekip të hënën, nuk e di nëse mundeni me prit mëngjes, edhe e verifikojmë bashkë takime pastaj edhe Sokol Havollin këtu në emision, pra në linjë të drejtë për drejtë, dhe do t'a pyesim patjetër. Në rregull. Faleminderit shumë ju për